5, 4, 3, 2, 1. Kur të rritem, dua të bëhem mjek, dua të bëhem avokate, dua të bëhem mësues. Këto kanë qenë përgjigjet kur na pyesnin shumë prej neve si fëmijë. Por a janë këto edhe dëshirat e fëmijëve të sotëm? Sot në ditën ndërkombëtare të arsimit do të flasim për profesionet e së ardhmes dhe nëse sistemi arsimor në Kosovë po i përgatit të rinjt për tregun e punës, i cili po ndryshon vazhdimisht për shkak të zhvillimeve të teknologjisë dhe ndikimit të inteligjencës artificiale. E ftuar në episodin e sotëm të podcastit është Arta Shehuzaimi, inxhiniere kompjuterisë, e cila me kompaninë e saj ka një program ku të rinjt dhe fëmijët edukohen për përdorimin e teknologjisë, mësojnë për programim, robotik dhe elektronik. Arta, përshëndetje dhe mirë se erdhët në podcastin tonë. Përshëndetje, faleminderit. Atëherë nisi me pyetjen e parë sa i përket tregut punës në Kosovë. Në vlerësimin e juaj dhe në përvojën që keni me fëmijët dhe të rinj në Kosovë, a i përgatit sistemi ju në arsimor për tregun e punës dhe apo ende po vazhdon të përgatit për një realitet që më nuk ekziston? Do thotë sa është ky dallimi midis sistemit arsimor dhe asaj çfarë kërkon tregu në Kosovë? Në vitin 2015, kur kemi fillu me aktivitetet e përgatitjes së fëmijëve në programim, një gjë e kemi identifikuar si shumë të rëndësishme është që edhe në atë kohë kur inteligjenca artificiale nuk ka qenë, e qasshme për publikun, ka qenë shumë e rëndësishme me ngrit vëmendjen që fëmijët duhet të përgatiten të përdorin teknologjinë si krijues. Hovi teknologjik ka fillu, çështën që teknologjia po bëhet pjesë e secilit profesion, hiç pa hyrë inteligjenca artificiale, mirë po tash çapo shohim me inteligjencën artificiale është një realitet krejt i ri. Shkollat fatkeqësisht nuk e bojnë punën mirë kur puna te përgatitja e fëmijëve për këto profesione. Andaj me aktivitetet që i kemi me J-Coders, na kemi mundu me mbush këtë zvrastir, çështë që fëmijët me u përgatit të fitu shkatësi edhe të e kuptu që mundën me qenë krijues të teknologjisë. Tregu i punës momentalisht është të ndru drastikisht, ma shumë se që jemi të vetëdijshëm. Me daljen e inteligjencës artificiale po krijohet mundësia për automatizime të mëdhaja, të cilat po largojnë nevojën për njerëz. Edhe kjo është një realitet i cili sistemi jon arsimor për momentin nuk po mdoket që ka as qasjen e duhur, po as vedijen çka po ndodh në tregun e punës, sidomos në sektorin e teknologjisë. Është hapa larg sistemi arsimor krahas këtij zhvillimi në treg? Kjo nuk është veç te na. Ky realitet nuk është veç në Kosovë, po ky realitet i cili e ka kriju zhvillimi i teknologjisë, sidomos i inteligjencës artificiale, ka prek ose ka qit në pikpyetje metodologjinë dhe modelin mbi të cilin është ndërtuar sistemi arsimor, jo vetëm në Kosovë, por në mbar botën. Sot, në hyrje, sot në të kaluamën kemi mendu në profesione. Sot mendimi në profesione nuk është forma e duhur për të mendu për tregun e punës. Sot më shumë duhet të mendohet në shkatësi të caktume, të cilat e lejojnë njeriu me qenë fleksibil dhe me u adaptu roleve të ndryshme, të cilat kompanitë po i kërkojnë për me i realizu misionet ose qëllimet e tyre të cilat i kanë. Kur po e them këtë, është që sot kërkohen shkatësi të cilat janë në menaxhim, për shembull, në menaxhimin e projektit. Kërkohen shkatësi të komunikimit, kërkohen shkatësi të zgjidhjes së problemeve, të mendimit kritik. Edhe një person i cili ka këto shkatësi në një ambient të punës ku një kompani po mundohet me zhvillu një produkt ose me zgjidh një problem ose me ofru një shërbim, atëherë këto shkatësi duhen me hi në përdorim ashtu që adaptohen drejt rezultatit përfundimtar të cilit kompania po mundohet me emri. Çështë që edhe mendimi në profesione mu personalisht nuk po mdoket që është forma e duhur me u qas tregut të punës. Është përgjegjësi veç e institucioneve në vend për të ndërtuar politika të tilla arsimore, e shkollave që i mësojnë fëmijët, apo ndoshta sa është edhe përgjegjësi e familjes ku mundohet sugjeroj ose drejtoj drejt një profesioni të ardhmës fëmijën e tij?
Përgjegjësia e institucioneve patjetër që është edhe kanë atë përgjegjësi, po kur po ballafaqohem me një realitet I cili është ndryshim drastik, atëherë para se me kon vetëm kritikues, unë po mendoj që duhet me qenë ata të cilët e ngrisim zonin çka po ndodh në tregun e punës, edhe sidomos me mri, me kriju edhe mekanizma, po edhe bashkëpunim mes institucioneve të cilat janë përgjegjëse për zhvillimin e arsimit, vetë kompanive të cilat janë aktor të rëndësishëm në tregun e punës, si dhe vetëdijsimi I prindërve, të cilët duhen me kuptu qëtë realitet I cili po fillon me ndryshu. E vërteta është që me zhvillimin e inteligjencës artificiale ka për momentin shumë pasiguri. Kërkush nuk po e din në çfarë drejtimi po shkon, për shkak që inteligjenca artificiale po na habit prej javës e njavë, edhe çka krejt po mri me me inteligjencë artificiale është për te asaj që kemi imagjinu që do t'jetë e mundshme. Për shembull, më marr një shembull, sot në sektorin IT-s, inteligjenca artificiale, sidomos ky hapi I dytë I zhvillimit të inteligjencës artificiale ku populli përgjithshëm, domethënë, e njeh inteligjencën artificiale më shumë ndoshta prej aspektit të përdorimit të ChatGPT-s. Po, vetëm përgjigjen kërkesat ose pyetjet që Po ajo që ka ndodhur në prapavi për njerëz të cilët kanë njohuri pak më të mëdha teknike është që përveç pyetjeve të përgjigjeve që t'i jep ChatGPT-ja, është edhe një nivel I AI-it I cili quhet agentic AI. Ky lloj I AI-it është një AI I cili mund të krijohet për me kry punë të ndryshme. Do me thonë, sidomos në punë të cilat janë jashtëzakonisht shumë të strukturume, mendoje punën e programerëve për shembull, ku dihet protokolli I zhvillimit të një funksioni ose të një aplikacioni ose të një feature që njihet në sektorin e IT-s, do me thonë po mundemi sot, do me thonë mundemi me konfiguru ose me zhvillu AI-n që ashtu që komplet e merr kërkesën për zhvillimin e një pjesë të aplikacionit, edhe vetë AI e bën komplet zhvillimin sipas udhëzimeve të cilat janë zakonisht kompanit I kanë ato udhëzime qysh e bojnë zhvillimin brenda. Punën pra që ka bërë një punëtor. E zaventson punën që e ka bërë një punëtor. Tash, nëse e mendojmë edhe çka është një realitet, është të më thonë që mundemi potencialisht me I zaventsu ekipet e tëra të programerëve, duke kriju, të më thonë përmes agentic AI. Që kjo është e frikshme për të vetëm arsye për shkak që vetë zhvilluesit e AI-it, kur e kanë zhvillu inteligjencën artificiale, nuk e kanë parapo rreziqet që vijnë prej saj. Do me thonë edhe kjo po krijon. Keni hasë në rreziqe të tilla ju? Ndoshta me kompanitë tuaja, a jeni prek nga një segment I tillë që është dashur një punë caktuar që deri dikur e ka bërë një njeri, tash e bën AI? Si udhëheqja e kompanisë, për mua gjithmonë është në interes me qenë sa më eficient procesi I punës. Andaj edhe përdorimi I AI-it është diçka të cilën e kqyrim na me pozitivitet. Mirë po është e rëndësishme me e kqyr me pozitivitet, që ashtu që po I rrit efikasitetin e vetë punëtorëve ekzistues. Mirë po pyetja më e rëndësishme, mandej po pason, është a kishin punësuar më shumë njerëz mos kishin AI, e përgjigjja është patjetër po. Do me thonë që kjo është një realitet. Çka duhet me pas parasysh është që sistemi arsimor I joni duhet me marrë një qasje komplet tjetër kur vjen puna te teknologjia, edhe ajo që ka po mbrengos mu përgjithsisht është sa shpejt po ecim me ndryshime. Të me thonë në Kosovë, përveç kompanive vetanake të cilat ofrojnë shërbime ku fëmijët mujnë me ardhë, me u përgatit, me kuptu teknologjinë si vegël krijuese, sot në sistemin ton shkollor në barë Kosovën, kjo është e realizuar në nivel shumë sipërfaqësor. Do me thonë, ende nuk e kemi një kurikul, ende nuk kemi mësimdhënës të përgatitur, ende nuk kemi laboratore, edhe është pak alarmante.
është diçka e cila duhet me u trajtu ma shumë me seriozitet, për shkak që na në Kosovë kemi një rini të jashtëzakonshme, e cila duhet me u mundësu me qenë e suksesshme, e jo pi fillimit të shkollimit me mbet mbrapa, vetëm pse institucionet ose përgjithsisht proceset byrokratike të cilat e lejojnë zhvillimin e kurikulave të reja, po na lojnë në në një realitet ku fëmijët tonë nuk po mujnë me u përgatit qysh duhet. Shejun e punës. Lidhur me këtë pyetjen e dytë, Arta, a i kompenzon ndoshta këto boshllëqe të sistemit arsimor institucional, iniciativat e pavarura, startupet që mundohen t'i trajnojnë fëmijët me këto ndryshime, me këto rrisi në treg? Patjetër. Unë muj me fol për eksperiencës vetanake, në Gjejkodrës është një numër me qindra mira, me mira nxënës, të cilët kanë marrë pjesë në programet tona. Edhe është interesant për shkak metodës së punës në të cilën na i ballafaqojmë fëmijët me punë praktike. Ato që e shpjegojnë e kanë kompjuterin përpara dhe me një herë aplikojnë, edhe përmes një programi një vjeçar ata prej fillimit ku nuk kanë fare njohuri, në fund veç bojnë prezantimin e zgjidhjeve të ndryshme si sisteme për menaxhimin e për shembull rezervimeve ose ndonjë e-commerce webshop ose aplikacione të ndryshme të cilët fëmijët mrin me i zhvillu. Edhe shumica e tyre për shkak që sistemi arsimor nuk e ka mjell një dashni për shkak që mungon përvoja e punës, ata madje po vazhdojnë në këto profesione, gjë që është shumë e mirë. Mirë po, a krijon kjo mandej pabarazi tek fëmijët të trijë, se jo ndoshta çdo kush ka mundësi të vijë tek ju ose tek kompanitë e ngjashme për ta ftsu. Po, kjo është fatkeqësisht, tash unë nuk e kisha qujt pabarazi, po definitivisht pabarazi që bëhet indirekt ndoshta tek mosha e njëjtë. Po pajtona me ty që ata të cilët kanë mundësi me ardh, janë ata të cilët mandena po zhvillohen, e ata të cilët nuk kanë mundësi me ardh po mbesin mbrapa. Andaj është ofron sakt. Edhe për çato është shumë e rëndësishme një bashkëpunim me institucionet arsimore që kjo temë u marr shumë seriozisht, se nuk ka realitet më të vrullshëm se zhvillimi i teknologjisë, edhe që kjo duhet me marrë një fokus të veçantë, pavarësisht që edhe pjesa tjera të kurikulave kanë hapësirë për përmirësim edhe për zhvillim, po kjo patjetër duhet me marrë një fokus të veçantë dhe me marrë një prioritet më të madh. A jeni kontaktu nga ndonjë institucion? Na kemi provu ndër vite se ajo ëndra e fillimit të Gjejkodrës ka qenë që me mujt me bo një shtrirje në sistemin publik, ose ma min me thonë, ëndra ka qenë që se cili fëmijë në Kosovë me qenë i prekun për programeve. Na kemi qenë edhe të vullnetshëm edhe mi ofru programet tona, me ndihmu në trajnimin e mësimdhënësve edhe gjëra të tilla, po projekte të tilla nuk kanë ekzistu. Edhe tash fatkeqësisht nuk ka. Krahjen e ministrisë në këtë rast, të shtetit apo thjesht nuk ka qenë prioritet. Nuk e kom pa që ka qenë prioritet, edhe andaj edhe nuk është realizu deri tash. Vazhdojmë pyetjen e tretë, Arta. Bazuar në krejt këtë që tha deri tash, nëse ju do të kishit pas mundësi të ndryshoni diçka në sistemin arsimor, çka do të ishte ajo? Unë veç pak e thash. Për mu është jashtëzakonisht e rëndësishme me kuptu, ose mesazhi jam është kryesor është që me u vedisu të gjithë që teknologjia nuk është një realitet i cili muj me mohu, as nuk është një realitet i cili neve na pret. Po duhet me kuptu që duhet me reagu në kohë, dhe koha është e rëndësishme. Tash jemi në vitin 2026, iniciativat si Gjejkodrës kanë filluar në 2015, tash janë veç më shumë se 10 vite ku kjo temë dhe kjo është diskutu, është punu, është folë dhe jemi mundu me vedisu. Jemi pak vonë, po më mirë vonë se kur, edhe sidomos tash, unë po flas se ajo rëndësia e suksesit ajo rëndësia që fëmijët me i marrë shkallësitë e nevojshme për me mujt me qenë të suksesshëm në vendin e punës si të rritur, patjetër o kon e qartë që duhet me përfshi teknologjinë. Tash me daljen e inteligjencës artificiale, ky realitet është presioni në këtë realitet është jashtëzakonisht shumë më i madh. Është shumë e thjeshtë.
si në një kompani nëse afrohet një dikush I cili është shumë mrapa, edhe me mënyrën e të mendumit, edhe me shkatësitë të cilat I ka, edhe u theci një procesit ose një departamentit e ka shumë atlet me konfiguru një AI se sa më marrë me që kalon shkolla mrapa, për shkak eficiencës së punës gjithçysh do të ta merr vendimin me shku drejt e jashtë. Po. Edhe që kjo mandina e krijon edhe një hendek më të madh. Pse? Se sot kompanitë kanë pas një kontribut jashtëzakonisht të madh me mbulu hendekun të cilin e kalon shkolla përmes internshipeve të ndryshme ku të rinjt kanë pas mundësi me u kyç, me punu afër me dikon I cili ka pas senioritet pak më të madh dhe me mësu. Po kjo ka qenë investimi I kompanisë në zhvillimin e këtyne të rinjve. Tash nëse AI është, natyra njerëzore është e thjeshtë, ajo gjithmonë shkon nga rruga më e lehtë. Do të thonë atëherë edhe mundësia e zhvillimit prej kompanive niset me u zvoglu. Do të thonë ky hendeku vazhdon me u rrit hala më shumë. Andaj është jashtëzakonisht kritike që sistemi arsimor me reagu me një seriozitet të madh I këtë drejtim. Për të lidh edhe njerë me inteligjencën artificiale në pyetjen e katërt, ju përshkruat pak a shumë edhe ndryshimin që po bën në tregun e punës edhe ndoshta këtë aspektin që sistemi jon ende nuk po përgatit për një realitet të tregut të punës me inteligjencë artificiale të rinjt. Por unë përmenda në hyrje disa profesione, ndoshta që në më tradicionale, si mësimdhënia, avokatia ose të tjera. Vlerësimin e juaj, a ka profesione të cilat rrezikohen nga inteligjenca artificiale dhe që në një të ardhme, mbase jo shumë të largët, nuk do t'i bëjnë më njerëzit? Gjithçysh po tash cilat profesione konkretisht është diçka të cilët jemi tu e mësu në baza ditore. Për shembull, një deklarat e fundit e Elon Musk ka dalë që po mendohet ose ai u deklaru që edhe kirurgt do të zaventohen me robota, me argumentin që për me përgatit një kirurg të mirë, vijnë vite të tëra, përderisa një robot mundet me u përgatit shumë më shpejt. Tash nëse më kishe pyet ndoshta para një viti, unë ndoshta këtë profesion nuk e kisha përmend si njërin prej profesioneve cili mundet potencialisht me qenë I rrezikum I zhvillimit të teknologjisë. Andaj, për momentin jemi në një realitet ku nuk pe dim sakt. Çka unë mendoj që është politika më e mirë është me u fokusu në zhvillimin e shkatësive të caktume. Do të thonë njerëzit duhen me kuptu që patjetër duhet me qenë të adaptuar. Një kompani e ka zakonisht një mision. Dhe çka po bëjnë njerëz ndoshta në këtë aspektin adaptimit, student, trinjt, kur shohin ose dëgjojnë deklarata të tilla, çka duhet bëjnë që ta përshtatin veten në një realitet të tillë? Unë vetë, do të them, më mendoj ato çka I këshilloj edhe fëmijët e mi. Është e rëndësishme me u fokusu në zhvillimin e të menduarit. Është me rëndësi me kuptu për shembull që duhet me ditë me menaxhu një projekt prej fillimit deri në fund. Duhet me ditë me zhvillu shkatësitë e komunikimit. Duhet me ditë me qenë të aftë mjaftueshëm për me marrë një problem edhe me zgjidh problemin. Tash që to janë ato shkallësitë të cilat kanë me mbjetu për te profesioneve, edhe që to janë ato shkallësitë të cilat neve kanë me na leju me u adaptu në një realitet të ri, masi që ky realitet e shohim ku po përfundon. Ajo që ka është interesante është që derisa na jena tu mendu ose tu kriju hipoteza rreth cilat profesione do të atakohen, ai realiteti në tregun e punës veç po ndodh. Edhe që kjo është një fazë jo e lehtë. Andaj është edhe që ta me staroj me shtu, do me thonë edhe njona pishkallësive që pa tjetër duhet secili me u fokusu me e marë, është me e kuptu teknologjinë si vegël krijuese edhe me ditë me kriju me teknologji. Do me thonë, nëse nesër je në një profesion që po e marë edhe profesionin e mjekut, atëherë një mjek duhet patjetër me ditë me përdor teknologjinë për proceset e veta. Po
me rëndësi është njerëziu me mujt me udhëheq, po. Që refuzojnë, ndoshta sidomos inteligjencën artificiale. Kemi pa ndoshta shumë prej nesh dikë që ka refuzuar të përdor, duke nënkuptuar diçka gabim, nëse ti e përdor konsiderosh se i pa aftë ta bësh punën vet. Çka u thoni këtyre njerëzve që refuzojnë të përdorin AI? A di qysh, me refuzu me përdor AI-in është pak me lon vetën për mendim temin mbrapa me qëllim, se nuk është vegël e cila është në dispozicion, edhe nëse une me AI muj me kry 10 herë ma shumë punë mëna një ditë se ti pa AI, atëre une kom ja arrit vetës vlerën në treg të punës pa tjetër ma shumë. Më shumë se ana tjetër. Qështu që edhe këtu, tash në aspektin e edukimit. AI vjen me dhe përdo përdorimi i AI-t në tregun e punës është një temë, edhe përdorimi i AI-t në ndihmesën e zhvillimit të fëmijëve është temë tjetër. Tash nëse ja japim fëmijëve AI-n me përdor, ata kanë me përdor për me kry detyrat e shtëpisë sa më shpejt që është e mundshme. Gjë që është gabim. Ata duhen me përdor AI-n për me mbledh informacion, ndoshta për me formu mendim, edhe në fund me kry detyrën ose projektin vet, po me qenë në gjendje me përfaqësu punën të cilën e kanë bo. Edhe tema e AI-t në edukim është një temë e ndishme, politikat rreth kësaj edhe globalisht po zhvillohen tash. Fëmiu është i ndishëm, fëmijët kanë nevojë për mbrojtjen tonë, edhe është shumë e rëndësishme na me mendu për ta edhe me i ndihmu ata me u zhvillu në drejtimin e duhur. E keq përdorimi i teknologjisë, hiç pa inteligjencën artificiale, efektet negative të keq përdоримit të teknologjisë që kemi po. Po e marr një shembull thjesht si ekspozimi i tepruar i fëmijëve në që është edhe realiteti sotëm, për shembull ekspozimi i tepruar i fëmijëve në ekrana. Po. Që në fëmijëri të hershme. Edhe në fëmijëri të hershme nuk është i mirë, por nuk është i mirë edhe në fëmijëri më të vonshme. Thjesht koha jo produktive e kalume para ekranit nuk është që ndihmon në zhvillimin e një njeriut. Në fëmijërinë e hershme ajo madje po ka efekte jashtëzakonisht të mëdha zhvillimore. Këto janë krejt temat të cilat duhen mu trajtu, ku për shembull prindi i zakonshëm ndoshta nuk është as mirë i informuar. Mandej secili fëmijë lyp me pas një pajisje teknologjike, qoftë telefon, tablet. Shumë pak ka prind të cilët dinë mi konfiguru ato pajisje që fëmiu është i mbrojtur pri përmbajtjeve jo të mira. Këto janë shumë bazike, halo pa ardhe e AI. Po kjo është një realitet i cili me cilin na jemi të u ballafaqu edhe është prezent në Kosovë. Këto tema janë shumë të rëndësishme, edhe këto tema mendoj që duhet me marrë një vëmendje shumë të madhe. Institucionale, ndoshta. Edhe institucionale, edhe publike, edhe se domi po vrehet tek masi që po bëhet. Edhe kjo mandej pasojat po i ka shumë të mëdha. Dhe pyetja e fundit të Arta për ta përmbyll sa i përket kësaj punës së profesioneve, ndërkohë që sot e më shumë dëgjojmë se takojmë prind që thonë unë nuk ja imponoj fëmijës tim çfarë të studioj, çfarë të bëhet, le ta zgjidh vet, dhe kemi një numër të madh, të paktën sipas njohësve të arsimit, të trinjve që thonë se nuk po di çka të studioj pasi përfundojnë shkollën e mesme, nuk di çka po m'pëlqen, nuk di ku të shkoj. Çka do të jem profesionet të së ardhmes bazuar në këtë kontekst që kemi aktualisht? Po, unë kom qef me besu që njeri duhet me qenë i lidhur me një qëllim. Do me thonë nëse pasionin e ki rreth që unë e vetën e marr. Unë kom pas pasion edukimin për shkak që vet nuk më ka pëlqy sa mënyrën që jam eduku edhe kom ndini nevojë me ndryshu. Tash çka kom bo në proces është edhe kom kalu pi profesionit fillimisht të cilin e kom studiu, do me thonë inxhinierin, mandej jam bo ndërmarrëse, ku e kom themelu kompanin, kom formu ekipe, jemi mësu gjithë çka me bo, prej krijimit kontentit, do me thonë nuk ka pas rol në të cilin s'kemi mri mu adaptu, po kur qëllimi është i qartë, atëherë është ma lehtë me i adaptu aftësitë që dikush i ka për me mujt me punu drejt qëllimit. Ngjajshëm edhe me fëmijë, do me thonë nëse mujna me nxit një
drejtim që me kuptu në cilën fush ose në cilën problematik po kanë qef me kontribu, kjo mandej fillon është një bazë e cila mundet me ndihmu në krijimin e qartësisë, cilën drejtim me mujt me ndjek. Që kjo është këshilla ma e mirë që muj me jap për momentin. Vendimi për profesione, çka e di gjithashtu është që patjetër do të kemi nevojë për njerëz kompetent, po është bo ma vështirë për momentin me besu që do të kemi mundësi me kriju njerëz kompetent me sistemin momentalisht që e kemi në arsim, në arsim përgjithsisht po. Faleminderit shumë Marta për bisedën dhe që ishit pjesë e podcastit 5 pyetje. Faleminderit edhe juve. Shikues dhe dëgjues të Radios Evropa e Lirë, ishte ky epizodi i sotëm për podcastin 5 pyetje. Ju vazhdoni të lexoni të rejat e fundit në evropaelirë.org. Shihemi dhe dëgjohemi të shtunën e radhës.